Big Brother Kosova vazhdon të jetë një arenë ku përplasjet nuk ndodhin vetëm për strategji loje, por edhe për identitet, ego dhe mënyrën se si secili e sheh veten në raport me të tjerët. Një nga debatet më të zhurmshme dhe më të komentuar ishte ai mes Fjollës dhe Labit, ku konflikti mori për masa personale dhe u fokusua te dallimet mes mënyrës së të shprehurit, suksesit publik dhe vetë perceptimit. Debati shpërtheu në një moment tensioni, ku Fjolla u shfaqe ashpër dhe e drejt për drejt, duke e sulmuar Labin për mënyrën se si shprehej dhe për imazhin që ai jepte në shtëpi. Ajo theksoi fort identitetin e saj si artiste dhe këngëtare, duke nënvizuar se suksesi i saj matet me ndikimin dhe popularitetin që ka jashtë shtëpisë. Ky qëndrim u interpretua nga shumë shikues si përpjekje për të vendosur hierarki dhe për të afirmuar veten përmes famës. Labi, nga ana tjetër, u gjend përballë një sulmi që nuk ishte vetëm ndaj mendimeve të tij, por edhe ndaj dinjitetit personal. Reagimi i tij ishte më i përmbajtur krahasuar me shpërthimin e Fjollës, gjë që për disa u pasi pjekuri, ndërsa për të tjerë si mungesë force për të u përballur me një debat kaq agresiv. Kjo kontrastoi edhe më shumë dy qasjet, njëra e bazuar në zë të lartë dhe vetë promovim, tjetra në përpjekje për të ruajtur qetësinë. Ky konflikt hapi një debat më të gjerë mbi atë se çfarë do të thotë të jesh dikush në Big Brother Kosova. A ka më shumë vlerë fama jashtë shtëpisë apo sjellja brenda saj? Fjolla e përdori karrierën artistike si argument force, duke e parë suksesin profesional si dëshmi të vlerës personale. Ndërkohë, një pjesë e publikut vuri në pikpyetje nëse suksesi jashtë justifikon mungesën e respektit në komunikim. Banorët e tjerë reaguan në mënyra të ndryshme. Disa u rreshtuan Heshturazi, duke mos dashur të përfshihen në një debat kaq të ashpër, ndërsa të tjerë u shprehen se konflikti kishte kaluar kufijtë e një përplasjeje normale. Kjo tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm një lë.